Rikthehemi në Living Day dhe tani kam kënaqësinë të kem në studio një artiste shumë të dashur për publikun shqiptar. Prej më shumë se 12 vitesh, ajo jeton mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por asnjëherë nuk I ka munguar skenës shqiptare me projekte të ndryshme. Ajo vjen sot në studion ton të rrëfej të rejat e saj. Kam kënaqësi të mirëpres Amarda Arkaxhiu. Përshëndetje Bruna. Shumë kënaqësi të mirëpres. Po sa freskët e bukur si gjithmonë. Freskia? Po, edhe përmes... Në ka ikur pak, se normalisht mosha bën vetëm. Absolutisht, nuk duket asnjë gjë. E freskët gjithmonë edhe me përzgjedhjet e tua. Faleminderit. Më vjen mirë që të kam përballë. Faleminderit shumë për ftesën. Do të flasim për të rejat e tua dhe do ta nisim pikërisht nga ajo që mundohemi shpesh të kuptojmë për këngëtaret. Një jetë mes Shqipërisë dhe një vendi tjetër. Dhe Amerikës. Në këtë rast, mes Shqipërisë dhe Amerikës, do të thënë nuk është dhe afër. Nuk është fare afër. Mund të them që është larg sa Australia. Kam qenë në Australi përpara. Kjo ishte edhe arsyeja pse unë nuk ndenja në Australi, sepse ishte shumë larg. Të dukej larg? Por fati më pruri në Amerikë. Edhe ndenja aty, ku kam formuar familjen time, ku kam rritur djalin tim Henry. E vështirë që ta menaxhosh këtë distancën, se duket sikur sa e larguar nga Shqipëria, po aq e prezente në vendin tonë. Po të kisha djalin pak më të madh, ndoshta do ishte pak më e lehtë. Por momentalisht djali është 12 vjeç, edhe është pak më e vështirë. Shkollat, pastaj kurset private. E shoqëron ti? Po, patjetër. Patjetër, unë përveç këngëtares, normalisht jam edhe një nën e përkryer. Po, dhe përpiqesh të jesh aty për djalin tënd, për gjithçka, duke hequr dorë nga ftesa, nga koncerte. Kjo ishte sakrifica që unë bëra që e lash Shqipërinë, vetëm për djalin. Baba I djalit është Amerikan, edhe unë doja shumë, si një familje tradicionale, që të arrisja djalin me nën dhe me baba. Po vetë si ndihesh? Amerika nuk është e lehtë, është shumë e vështirë për një single mom, për një nën të vetme, e të divorcuar, është shumë e vështirë, sepse jeta të rre me çdo lloj sakrifica atje. Më thënë, unë bazohem, nuk kam bërë ndonjëherë një punë tjetër, gjithmonë kam bërë punën si këngëtare. E quaj punë tani, se normalisht atje kjo më mban. Jo të gjithë e shprehin dhe e thonë se sa e vështirë mund të jetë në një vend tjetër, kudo qoftë, edhe Amerika. Sa vite ishte martesa jote e lumtur, Amarda, përpara se ti jep 3 vite martesë. Po. Dhe më pas vjen divorci. Po. Divorci nuk e prita mirë. Pastaj normalisht jeta bë pak më e vështirë, se normalisht kur ti jeton në shtëpinë e burrit, dhe unë nuk është se bëja shumë aktivitete, sepse Henry ishte shumë I vogël, djalim Henry ishte shumë I vogël, dhe do doja që të rria bashkë me Henryn, që ta rrisja siç duhet, me dashurinë dhe përkushtimin e nënës. Mund të merr edhe babysitter, po nuk doja të ishe vetë, doja që step by step, dhe më thënë hap pas hapi, unë të isha bashkë me djalin tim, edhe ta përcjellja emocionin e një nëna, edhe të merja emocionin mbrapsht të një fëmije. U gjende në vështirësi? Po, shumë. Sepse qëlloj që ishte dhe koronavirusi, edhe aty kam përjetuar, dhe më thënë një të mërë të vërtet, sepse e vetmja punë që bëja ishte këngëtare. Dhe për këngëtarët nuk ishte? Dhe nuk ishte, dhe më thënë, sallat ishin të mbyllura, diskotekat ishin të mbyllura, çdo gjë ishte e mbyllur. Dhe aty, me të vërtet, kam përjetuar, më thënë, një stres që asnjëherë në jetën time nuk e kam përjetuar të stres që kam përjetuar aty. Por me ndihmën e ish-bashortit, mos ta bëjmë të keq fare tani. Jo. Se gjithmonë shqiptarët e kanë pak këtë pjesën që kur ndahet çifti, duhet ta harrojmë sa më shumë njëri tjetrin. Tek ne nuk ndodhi kjo, ne u përkushtuam shumë për Henryn, bashkëpunuam shumë si prindër, dhe jo vetëm për Henryn, por ai ka bashkëpunuar dhe për mua. Do të thënë që në vitin që ishte koronavirusi, ai ishte I pranishëm në jetën time, pavarësisht se ne
ishim të ndara me shtëpia dhe të divorcuar. Do të thotë që ai më mbajti me kushtet ekonomike. Ai u përkujdes për ty, u përkujdes edhe për djalin e tij. Kuptoj se ka qenë një divorc, një ndarje me mirëkuptim. Me mirëkuptim, po. Nuk shkonte. Thjesht nuk funksiononte më. A është ai prezent tani në jetën e Henrit? Po. Ai është në çdo hap, në çdo ditë të vitit, ai është prezent, edhe është një baba i mrekullueshëm. Ka kaluar 9 vite prej atëherë. Po. Koha ka kaluar edhe për ty? Kemi zhvillime edhe në jetën tënde, apo jo? Po. Jam në një lidhje momentalisht. Po. Po. Besoj se kjo do jetë e fundit. E uroj. Besoj. Edhe shpresoj se jetës nuk i dihet, jeta është shumë e gjatë. Por unë mendoj se kjo lidhje do jetë e fundit, sepse ndihem mirë, ndihem e lumtur, ndihem e plotësuar, edhe ndihem e vlerësuar nga partneri. Më vjen shumë mirë, jam e lumtur ta dëgjoj këtë gjë, që ta shpije mirë. Henri e do shumë, kanë marrëdhënie shumë të mira edhe me djalin. Shumë të mira. Edhe unë bashkë me djalin ati, sepse edhe ai është i divorcuar. Ju jetoni bashkë tani? Ne momentalisht jetojmë bashkë. Jetoni bashkë? Ai është amerikan. Si u njohët ju? Në rrjetet sociale. Sepse për mua është shumë e vështirë që të gjej dikë në punë, sepse kjo ka qenë, domethënë, e kisha gjithmonë primare që në punë nuk mund gjej dot as partner, as bashkëshort, as dashur. Sepse jam përkushtuar punës shumë, edhe kam dashur, domethënë që t'jem e qetë, sepse normalisht që më patë një kolegë, ndoshta nesër do bësh fjalë, do zihesh, dhe ndoshta puna, domethënë, puna prishet. Po, dashuria nuk të pyet kur vjen, Amarda. Unë jam rezervuar në këtë. Ka patur shumë raste që kanë qenë me kolegët dhe kanë histori që kanë funksionuar. Kam dashur që t'jem jashtë punë. Nuk e doja artist? Jo. Jo. Është më mirë kjo që kam dhe jam shumë e lumtur. Le të shikojmë si do hecin gjërat. Uroj më të mirat për ju. Por besoj se këtë radhë kam gjetur tamam personi që më përshtatet. Por unë them që njerëzit duhet përpiqen sa më shumë që me njëri tjetrin kenë kuptim, kenë botë kuptim të njëjtë. Më fal pak se edhe shumë vite në Amerikë dhe kemi pak të shprehjet pak më ndryshe që përkthehen në shqip. Tingëllon perfekt në shqip. Domethënë botë kuptimi të jetë i njëjtë, edhe të kemi të njëjta dëshira, të njëjtat ambicie, kërkesa, bravo, dhe ambicie se edhe ajo është e rëndësishme. Edhe kaq, edhe respektin për njëri tjetrin është primarja. Henrit, si a theti? Henrit ja kam prezantuar si shok, si shoku mamit, derisa ditë pas dite, muaj mas muaj, dhe më thonë ja kam prezantuar mbas 7 muajsh, që e kam bërë lidhjen oficiale. Zyrtare. Zyrtare. Edhe i kam thënë që a e pëlqen këtë njeri, si duket, kam kërkuar dhe opinionin e Henrit, sepse opinioni i Henrit pavarësisht se është 12 vjeç, është shumë i rëndësishëm për mua, sepse normalisht që unë nuk mund të kem një partner nëse djali im nuk e pëlqen. Po, patjetër. Ose ndoshta nuk e pëlqen fillim, por me vepra do ta pëlqej hap pas hapi. Po partneri ka vajzë apo djalë? Djalë. Djalë. Dhe kam si djalin tim. Ai më do shumë, edhe unë e dua shumë. Edhe Henri ka gjetë një vlla. Çfarë moshe ka? 15. 15, po pas kanë vetëm 3 vite diferencë me njëri tjetrin. Dhe më vjen mirë që ata e kanë gjetur njëri tjetrin gjithashtu, shkojnë si vlezër. Na tregove për një familje të lumtur, të bukur. Sinqerisht jam shumë falendëruese Zotit që më në fund më dha një person si puna e Sean. Do të shohim pak bashkë në ekran? Hi my love, wanted to send you a video to let you know how much I miss you, how much I love you, and every day without you while you're back home seems to be twice as long for me without you here. I miss your hugs, I miss your kisses, I miss your smell. I am so proud of you, I love you,
Shpirtima, zemrima, dashuria ima. Oh my God, kjo ishte një surprizë shumë e bukur. Mesazh i bukur nga partneri. Shumë i bukur, domethënë nuk kam fjalë, jam kështu si najer tani. Thank you, Sean. I love you too, and I can't wait to see you very soon. I miss you, and I can't describe how much I love you. Thank you for everything, and thank you for this beautiful video. O, sa bukur, një komunikim shumë i bukur përmes ekranit, do na duhet që ta përkthejmë të gjitha fjalët e bukura të dashurisë që shprehe për Sean. I tha Seanit që të dua dhe unë shumë, faleminderit shumë për këtë video mesazh kaq të bukur. Me zi pres që të shikoj dhe me zi pres me përzemërzit madhe që të përqafoj, edhe faleminderit shumë për çdo gjë që ke bërë. Po, i mungoje shumë në gjithë shka dhe ka filluar të mësoj shqip, Shoni? Po. Bukur shumë! Është kërkesa e ti, sepse gjithmonë thotë që dua të mësoj shqip, është hera parë që një Amerikan, se edhe ish bashkëshorti ishte Amerikan, por nuk do të mësonte, më thënë, shqip. Kurse Shonin e kemi pak si atletar. I ka qef diferencën e ndryshimin e kulturave. I ka shumë dëshirë që të mësoj për kulturën shqiptare. Biles. Të them një detaj, kur jam takuar për herë të parë, më ka thënë, çfarë gjelle shqiptare do që unë të të bëj? Çfarë thua? Po. Çfarë i kërkove ti? Unë kur e kam takuar për herë të parë, nuk e kam pëlqyer fare. Shonin? Nuk ishte në shijet e mia, por me veprat e tij dhe me respektin e tij dhe me përkushtimin e tij më bëri që unë të dashuroja marrëzisht. Dhe gjella e parë shqiptare që ka bërë Shoni është tavdheu. Vërtet? E ka bler Kastile, tavën e dheut, edhe e ka bërë enkas për mua. Mrekulli, të mire kishte bërë? Shumë të mirë. E po i lumë shënduart. Na duhet të shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish pas pak me Amardën.